Që kja është grupa, sheferon. Që edhe drunko ka pas. Fiks ky është vendi, e? Pa, fiks njaja është veni. Ta uli qik më poshtë. Po telefoni është. Ato po du me pa. Po pse ju thoni që... Telefoni është 40 metra monet, si mas të cishtë. Pra, herë të tjera, drogën që e mbillnin atje lartë, e kishin si një vend magazinimi këtu, te kjo shpellë. Shikues të emisionit Unico, rikthehemi sërish në Kozhnjë dhe tashmë do përpiqemi të ngjitemi në maj tek vendi ku është gjetur i vdekur Mirel Çokaj. Jemi sërish me motrën e Mirelit dhe do shikojmë se cila ka qenë dinamika e kësaj ngjarje. Do të përpiqemi dhe të shkojmë tek parcelat e kanabesit, por duke parë terrenin dhe duke vendosur se si do na shkojë rruga. Kemi rrugës për të vajt tek vendi tek Humera ku është gjetur Mirel Çokaj, ndërkohë rrugës gjetëm dhe vendin ku ka bërë foton E fundit, para 2 javëve. 2 javë para se 2 javë para se me ndodhë ngjarja. Rreth 2 javë, se datën se din fiks. Është kjo fotoja këtu, ha? Ja. Dhe kujt ja ka dërguar këtë foto? Këtë foto ja ka dërguar E ka të bërë këtu. dashures. Okej. Ja ku është fotoja. Të dashures. E Është Mirel dashur. Çokaj. Ja ku shikoni shtubi. Edhe bashkuesi i tubit që duket. Jemi pak larg nga fshati Kozhnjë. Jemi ngjitur në një terren shumë të vështirë edhe busti proni këtu, sepse s'ka rrugë tjetër për të kaluar dhe si duket këtë rrugë ka përdorur dhe Mirel Çokaj për të ngjitur dhe për të zbritur nga parcelat e kanabisit ku ai përkujdesej prej disa kohësh. Por shohim më lart Mirjana se çfarë do zbulon. Edhe një gjë tjetër, atë ditë kur ka ardhur, kësaj rrugë e ngjit? Po, kësaj rrugë jam gjetë, bashkë me gëzimin edhe me 2 persona Dy tjerë. persona të tjerë. Kjo është tubi fotja e funit. Ku është tubi? Kjo është fotja e funit. Po, ku kalo ujë, ku në një fshat tjetër edhe. Po, Tani do vazhdojmë sipër? po vazhdojmë sipër në këtë. Ajo që e ka vrarë ndërgjegjën ndër i fatit, momentet e para ka qenë informacionit që u dha për publikun që Mirel Çokaj ka kenë në bjesht e Kozhnjës për gjuhë e tij. Sepse e dija, megjithëse kam 10 vjet që kam ikë për Shqipërinë, e dija që nuk ka shkenë ky modeli i njëri që merret me sportin e gjuhëtisë. E isha i sigurt për atë. Kam pyet familjarët e tij dhe kanë një ma kanë shpjeguar gradatisht, jo gjithë njerëz, hap ka i hap, shok tina, shoqet tina, edhe kam arrit për funimin Spartak që ngjarja nuk ka qenë aksidental. Shtysa ose veprimet janë shumë më thella se sa është përpjek me paraqit në momentet e para policia. Arsyeja pse unë dyshoj se nuk është ngjarje aksidentale lidhet me
aktivitetin cilin ka ushtrua Mireli, aktivitetin e palishëm, dhjetë e pun që të abem emrin ashtu si që ka, me një ortak që e ka emrin Gzim Preldaka. E dyta, mas kësaja, i vetë njëri në Republikën e Shqipërisë që e ka ditë se ditën e mërkure ullet Mireli poshtë nga bjesht e Kelmenit, është Gzim Preldakaj. Pse? E ka pas më këthyrë ditën e premte, ka pas turnin këtë mërujt. Këtë e konfirmojnë familjarët e Mireli. Jo një, po ma shumë se një. Jo i herë, po shumë ma shumë se i herë. Pra, që është njësë të mërkuren, e ka vundje një ortaku nëj, sepse kanë pas investimin bashkë diku në vlerën 15 euro, të 13 euro në atjen manë. Ky investim ka qenë Mirel edhe Gzim. Edhe për shfarë dhe lëvizjet, e ka vundje një në përmjet telefonit, ka për ta vërtetu koha këtë që themun. Ka për ta vërtetu koha ashtu që vërtetoj parcelin e drogës se t'jen bjesht e Kelmenit, se jo gjoja, ju tia. Terreni është shumë i vështirë, si që shikoni dhe nga pamjet filmike, një moment me tërshkit këmba mund të përfundosh në humner poshtë dhe me sa kuptojmë është një rrugë që Mirel Çokaj dhe bashkëpunëtorët e tij kanë bërë dhe herë tjera për të zbrit në fshatin Kozhnja apo në rrugën kryesore e cila lidh me Vermoshin edhe me pjesën e Hotit e Tamarës. Ndërkohë ne po vijojmë rrugën, por e theksojmë. Është një terren jashtëzakonisht i vështirë. Jemi pothuajse në mes të rrugës, ndërkohë shikoni se me çfarë terreni përballemi dhe nga ana tjetër. E ka prenu Gzimi momentet e para, pa e më hëtë tash. I kam thënë ullu poshtë, dresit e hana të drogën atje. Ose atë mollin që është atje. Ik, lere dresit e hajnë. Absolut, unë e kam një ma shumë sa dhe në përmjet telefonit pe njerëzve që ja u ka rëfyr Gzimi kur ka shku të njerëzit që e ka ba prezent mungesën e Mirelit. Më di poshtë. Po i afrohemi dal nga dal vëndit të ngjarjes. Këtu jemi Mirjana në cilin vënd? Këtu në këtë vend më kanë lanë mu. Këtu kam pushu vetë. 3 personat që të shoqëroni. Këtu dorëzove që secja do të më. Personat kanë hecë për pjetë, kështu. Janë gjithë sipër. 20 kanë bërë shkollë e ardhje. Po tani vëndi ku dyshohet? Është nga ana tjetër? Po nga ana tjetër dhe i hedhën në këtë humnellën këtu. Çka ka dash këti? Se di, aso. Ju ka thënë që ka fol me, në këtë moment që ju thoni, Gzimi ka pretenduar se ka fol me Mirelin dhe i ka thënë Mireli që ik nga parcelat? Mireli ka fol me Gzimin e ka unë djeni për sorat që kanë gjenë 6 herë gjatë ditë si për kohështi. Sorat a kuptojmë është dronët, avionët e policisë që janë? Une nuk e di nëse sorat ata kanë kuptuar dronët apo helikopterin. Nuk e kam idenë, por njëna është prej këtyre. Unë e kam pyet personalisht Gzim. Atë ka quna i foto të helikopterit Mireli ty në telefon. Edhe më ka thonë jo, më ka qu vetëm një foto avionit. I thash, ma ne po të foto në avionit, ma ne s'mo, që është taj avionit, se do që me ditë si s'ni ashtaj, me qitë dorën me marë, me prunë Shqipni.
më tha jo, tha e kam shim, ka që një foto që i shifet të më herë dhe fshihet. Nuk një pranoj me më. Në mrapa mas ne i ka hangër që nuk i ka nej. Po i këtë që pa të mure ty, edhe opinionit që e gjënë, ma ka thënë gëzimi me gojën e vetë. E ka vundje një Mireli, e ka deklaruar që e kam vundje një, i kam thanik dresit e harë. Edhe është logike e kuj do pëse është ten investimi për bashkë. Tjetra, djali ka të sjapën ose është rëzu, ose ka hunë kontaktin me njerëzit e ti, dikum ka ora 8 diçka me familjarët e ti. I pyte ka mund për gëzim për dakin, kur e ke marrë vesh të gëzim që Mireli, është put për i sa jetë. Se për këtë parë ka realizuj kontakt me nanën e tina në orën 6 darës. Nërsa ba me më pyet mua, unë e thëmë gëzimi e ka ditë ma herë. Kur mendonim? Unë e mendoj që e ka ditë minimalisht në drejtë. Pse? Në momentin që gëzimi ka porosit furgonin Mirelit, i ka bërë me shoferin e furgonit, nuk e di se kush është shoferi i furgonit, por është pjesë, besoj unë e ka me kënë pjesë e jetimit, dhe kanë për ta gjithë se aje nuk është një Pekin, Tokyo, po i Vukin është i shkreti i nikë, me ka e zërfia se në njëtër. Ka komuniku me shoferin, edhe i ka raportu shoferi, ka pas me prit dhe 11, nuk është këthyre, e ka prit dhe 12, prap nuk ka më rritë, dikur i ka thënë se Mireli ka makinen atje. Këtë ka po hu gëzimin një vend. Në njënin për i këtë në kontakte, në 3 kontakte që ka pas gëzimi, këtë ka thonë me gojnë e ti. Sepse mu se kam fantazua, unë e prejtje kam marrë. Tjetra, pse gëzimi nuk prenoj me dalë një darket? Sepse ajo e shkret deri në përsi, ashtë rrugë. Gëzim dole në mëgjesën 7 që reke kënë të kufoma. I ke deklarut modrë që ja i ka marru punë, ka kryre punë. E kom prekë dhe ka kënë një ftoft, sepse në fakt ka pas 22 orë dikun, ose 23, ose 21, nuk kemi sigur që ka det Mireli me kohën që ka shpokëzimja dhe në nesër, por pyetja që ka muna është, ke hell të gëzim në gërmin, a ke hell telefonin e pa ke hell Mireli? Se unë jo mbi herë kam qua njerës të veni ku ka kënë aksidenti dhe nuk ka rritë kush fizikisht më ullë atje. Jemi poshtë Humnerës ku ka rënë Mirel Çokaj. Në këtë drejtim? Po, në këtë drejtim. A vazhdojmë pak? Ecim? Ndërkohë rruga që keni zgjedhur ju është kjo. Shumë terren i vështirë. Këtu lartë, tani si shpellë, qa është kjo shpella? Mendohet se këtu e kanë në fshet, kur e kanë ullë rrugës. Vitet e tjera, a? Po. Se mas fjallës gëzimit. Pra, herët e tjera, drogën që e mbillnin atje lartë, Po, e bishin këtu. e kishin si një vend magazinimi këtu, Po, te kjo shpellë. është Dhe- kam një gjuhën. Dhe jo larg nga ky vend, është vendi Humnera, atje lart. Po, është të larkë më ne dhe ku është të Ku është rëdu Mireli? Ku është rëdu apo ku e kanë rëdu këtë ende nuk e dim. Policia Po, dyshon nuk e për di. ngjarje aksidentale, hetime janë hapur
ngjarje kriminale. Për aksidentale, po nuk ka shans që të shkojnë asa rrugë, se rruga është knej, nuk ka pas lidhja janë. Ka pas lidhje me vajta tjetër Jo, ana nuk ka tjetër? lidhja janë. Unë e dyshoj që është i gjujtën edhe i hellën atje. Ti mendon se është Gjujtën tjetër. mas Tani koket edhe i hellën. telefonin kur kanë vajta ta atje kanë pa atje sipër telefonin? Ku mendojnë? Menohet që është pas sipër, ashtu më ka thonë Gzim Preldakaj. Që telefonin e kam pas sipër. Okej. Nga zilja telefonit i ka thonë e kam një gjuhë. Unë nuk e di eksakt sa metra është, por ajo që pyes unë e Gzimin është, a dëgjohet zilja e telefonit? Nëse telefoni ka kënë humner, atje ku është viktima, çfarë nevojë ke pas me dhënë edhe i shirën tjetër me hellë, jo tjetër një humner më thellë? Çka ke dash në fshehë me këtë punësi? E keni pyet ju Gzimin për këtë pjesën e telefonit, pse e ke rrudzu telefonin, pse e ke hedhë në humner? Vetë nuk e kam pyet veç publikisht, për arsye se nga që shkoj 8 herë aty dhe kishe që me geni sinqert me ju dhe me opinionin publik Rifati, ka i bab me të meta me probleme me e Mireli. Edhe kisha frikë se po bën në i batedi ke shtëpia e vetë aty. Edhe atë vetë atë nuk e kam dash. Jo se unë e dashuri Gzimin, por në shtëpi tonë jo. Nuk e ka vendin aty ajo punë. Nuk e ka vendin aty ajo. Edhe kam insistuar me nënën e tij dhe me të motrën dhe me të vllajën, ku njëri të rinë ke shtëpia e vet. Mirë, po kanë tentuar mu lidh me Gzimin, e ama dhe e motra, me i marrë me i qu dherë të telefoni, sepse e lype ama telefonin. Mu nuk më duhet që telefonit ti, për e lype ama. E lype nëna e Mirelit. Mu nuk më hinë punaj. Nuk ka të dy përgjigje dhe rritesh. Është zero përgjigja. Nuk e di, në njani numër nuk del se është, se ka pas 2 numra, në tjetrin edhe foton e profilit në mëgjes e ka heqë, që ka pas i foto profili me... Po mirë, cila është pyetja që keni ju publikisht për Gzimin? Pyetja që kam unë publikisht për Gzimin është kjo. Unë jam drejtu dhe personalisht Gzimit në telefon. E ketë mujtë në Gzim me në rëfyt vërtetën qa ka lohë me Mireli. Sepse Gzimi e di nga e dhe dëshyja që ka lohë me Mireli. Ka pas kontakte ditën e martë, ka pas kontakte ditën e mërkur, kur gjallja është njësë poshtë, çfarë përësi që ka dhënë, edhe një pyetje tjetër publikisht me abon që të njën të ndërnjoja, ku ja shite Gzim Mireli? Pse? Të 4 oficerë që kanë pretenduar, që kanë dalë me kontrolluar, në zbatim një plani me ku të bimë të atje, nuk e din rrugën me dalë atje. Tu a fali shkelmenin ti, ata nuk din rrugën me dalë atje. Kjo është cigarja e Mirelit, Vishat e cigares dhe të Mirelit. Po në pinte slims? Jo, ka pat gërminen ashtë poshtë, gërminen kështu poshtë, ka pat. Se çanta është gjeti tonë. Ku është gjetë çanta? Çanta është gjetë aty, një aty poshtë është gjetë çanta, një aty. Është gjetë çanta a i hedhën anë në gërmin. Ajo është edhe gërmina andej? Pa, Ku jeni neve? është gërmin edhe bjen krejt e ngorë, është poshtë. Tu. Është si grop, dhe me thonë, është grop. Si ka arrit Cusi ta shof Mirjana? Që kam një gju telefonin, po s'ka pas si ta dëgjoj në telefonin prej gati poshtë. Gropa kush është? Jo, të brove si gropë. Po. Jo. Në doma e bjen ngorë. As kjo. Po, një shto, që, shto është. Që është me paroj to. Kjo. Pa, Si fusi t'ullë më të shqipë. Po mirë, Cusi si e ka pagu fomën? so që Ja, kush droni atje? E kam një thot telefonin, thot. Po telefonin ku? Sa afër? Po që, që është rrugë është me dona Jo. shkrinej. Ku që shto është i ronë, që? Në shto me këtë gropën i shto. Kujdes, kem. Kam një foto. Që, kështu më bërë.
janë grupa. A keni shto? Po, që kjo është grupa. Një është grupa. Që kjo është grupa, që fejron. Që edhe drunë ku ka pas. Fiks ky është vendi, e? Pa, fiks një është veni. Ta uli qik në poshtë. Po telefoni është. Ato po du me pa. Pse ju thoni që... Telefoni është 14 metra manel, si mas pusish. Datë 17 pretendohet 17 shtator, ditë e mërkur pretendohet që Mireli të ketë humbi jetën. Me datën 16 pretendohet nga banorët zonës që janë pa avionët në monitorim në zonë. Ditën e mërkur 17 ka dyshime që policia është ngjitë lart drejt parcelave dhe kush i ka ngjitë dhe çka ka ndodhur. Ta shpjegoj vetëm atë informacion që kam vetë. Këtë informacion i mbetet me vërtetua prokuroria, organet ligjzbatuese, jo rifate, sepse nuk e kam kushtet unë me vërtetua. Që ka pas kontrol monitorim nga ajri për kontrol territori ditën e martë, që i bie data 16, është më shumë se sigurt për faktin se Mireli shkruan dashurës tij, e konfirmon edhe një shok i tij që ka jeton në Itali, që ka mas vdekjes Mirelit për kryes është të shtëpia e Mirelit, që ka folë FaceTime me Mirelit, kam folë unë, ky shok është nga Vlora, nga jugu i Shqipërisë aty. Ma ka konfirmuar që më ka thënë ka qenë helikopteri gjatë ditës sot me të. Edhe ai ka qenë i shqetësuar. Që ka qenë helikopteri është në drejtën e vet sepse monitoron hapësirën sipas detyrime që kanë në punën e tyre. Ndërkohë Mireli ndron jetë mërkurën. Mireli ka komunikuar me dashurën në 6 mjesit ose në 6:30, nuk kemi sakt, po më lët këtë 30 minutë, që i ka thënë që do nisën poshtë po ngjajnë policë jetën. Sepse e ka prit që mund shkojnë policë. Aja ka thënë gëzim, apo ja ka thënë intuita e di këtë me vërtetu gëzimi. Njëkohësisht edhe Ama që nuk ja ka thënë sa më shkyt, por e ka pas shqetësuar. Bile se Ama momentet e para ma ka thënë sikur është ka bon dikush, ka i shkon dikush mrapan, ka i nget dikush mrapan. Ta shi dik të policë. Unë nuk kam arrit me pa planin e masave të policë. Por jam i sigurt nga që kom bëjë atë punë, që helikopteri kur ka konstatu parcelin e drogës në hapësirë atje, ja ka dhënë shërbimet të policisë informacionin. Drejtorisë përgjithshme, drejtorisë qarkut, edhe i vjen komisariatit aty. I vjen koordinatat se ku është parcela e drogës. Ajo parcelë drogën nuk ka konstatu për e të parë me ditën e martë. Është rikonstatuar të martën ai. Pse? Hapësira është kontrolluar dhe më herët. Nuk i ka rëshqit as helikopterit, nuk i ka rëshqit as dronet ai. Nuk ka rëshqit, sepse ka qenë tani ke shkëtë edhe bufi, jo njëri. Unë e kam informacion që 4 oficer policie, nga këta 2 inspektor krimesh edhe 2 oficer patrull, janë nisë ditën e mërkur për dalë me asgjesu drogën atje me koordinata që ka dhënë helikopteri. Ditën e mërkur në mëngjes janë nisë 4 oficer, 2 inspektor krimesh edhe 2 oficer patrulle për të asgjesua parcelin që ka dhënë helikopteri në bazë koordinata që ka thënë helikopteri. Ose drejtues të helikopteri nuk flet. Pra, kjo mbetet mu po, sepse në kjo se ka pas 4 oficerë që kanë dalë nga komisariat i Marqisë Madhe, ata kanë dalë me një plan veprimi. Sepse kooperativë bujqësore me kene ka një plan veprimi. Njëkohësisht edhe në këthim e ka një raport shërbimi, dhe të fjalë, konstatuar me i këtë. Për dalë këta oficerët atje, ke parcela nuk ka tjetër vetëm një atë rrugë që ka kënë të zbrit Mireli. Këta të dalë e të unë. Nuk ka tjetër, nuk ki zoti me dalë, ti ke një vetë atë ti. Po ajo ishte rrugë pa rrugë pra zoti Rifat, sepse ne unë gjitëm dhe pa një person që e njifte rrugën ti nuk mund gjitesh atje lartë. Ajo që këmë pyet vetë gëzimin, a ke kënë të gëzim në kryet të në 4, a jeti i 5 që ke dalë lartë. Apo është në jepi ortakve të gëzimi, se gëzimi nuk ka vetëm një ortak. Unë e kam thonë, Mireli ka vetëm një ortak, ka vetëm gëzimi.
nërsa Gëzimi ka ma shumë se njërë tak. Këtë nuk e di unë, e di policia, e di prokuroria, po Gëzimi ka ma shumë se njërë tak në aktivitetet atje. Po mirë, edhe çat ka thënë Gëzimi në këtë rast? Gëzimi nuk ka pranu mi u përgjigj saj pyetje. Ashtu që është përgjigja si tash unë e ti flasim bashkë. Shikoj se emisionit Uniko kemi ardhur afër vendit ngjarjes. Po. Në atë greminën atje, Po. Mirjana thotë që është vendi ngjarjes. E pam dhe metron apo jo? Po. Ku fiks? Në të gërminën atë poshtë. Po çanta. Më trego pak. Çanta mendoj që është gjetë te ky lisi këtu, afër. Po. Te ky lisi këtu, ku është nxjerr edhe kufoma. Është edhe veni ku ka nej kufoma gjithë natën. Po trupi është nga krau tjetër? Nga krahi Po tjetër. Telefoni mendoj që ka ra afër trupit rreth 40 metra. Çka ka dash atje se s'është rruga për me vajt ke parcelat këtu apo jo? Nuk është rruga, po se di. Rruga është te sipër, shive? Po rruga është në Po s'ka lidhje me këtë grybën këtu. Jo, nuk ka asnjë lloj lidhje. Po mirë, si e kanë pa trupin? Nga e kanë gjetë ata që trupi është këtu? Ai thotë se un kam ngel atje poshtë, ai thotë e kam gjetë nga telefoni. Po si nga telefoni? Se di kur azile telefon, vëllai jam gjithmonë e ka lënë telefonin veç në vibracion. Jo me zile. Jo me zile. Unë se ai thotë i kam rënë ziles, kam dëgju zilen? Jo, ashtë kem dikush thotë të ra ziles, edhe kam dëgju zilen edhe jam avite e kam gjetë, se ndryshe thotë se kisha gjetë. Po mirë, këtu ai ka qenë 7:30 të mëngjesit apo jo? Po, 7:30 të mëngjesit. Apo 7:10 ka hik nga ti poshtë, që ishim atje? 7:10 nda nga unë poshtë, ku isha unë. Në 7:30 është këtuj prapë ke unë, dhe me thënë ka bon 20 minuta ai marrë. Merë këtu. Dhe këtu ka dëgju zilen, thotë, që po i binde dikush dhe i është afru. Po, ashtu thot ai. Tani, a mund të afrohemi pa rrezikuar? Këto lule i ke sjell për vllai, për të lënë tek vendi ngjarjes? Ti la te vendi ngjarjes. Okej, le të vazhdoj. Do ulemi poshtë tani. Nga dalë. Këtu e kanë nxjerr trupin me Okej, forcat specializuar dhe e kanë lënë këtu? Po, dhe e kanë lënë që të tregoj venin të Tani Cuci pretendon që ka kalu këtu? Këtu me lënë. Këtu thot kam kalu, ha? Po këtu që nga një humner akoma më e rrezikshme. Që ku ka nej? Trupi e shefe gjithë natën ku ka nej. Aty poshtë, ha? Poshtë vene? Po, ndërkohë, vendi ngjarjes është këti? Nga e majta? Dita më vendi ngjarjes. Po jo, me atë që pam në dron. Është këti nga humnera tjetër, apo jo? Dhe të nesërmen kanë ardhur dhe kanë marrë këtu me helikopter? Të nesërmen kanë lidhur me helikopter dhe kanë marrë. Në të panaj. Times. Këto. Tash se në cilin krah. Rataman unë nuk e di këto. Këto janë shumë gjurmë, shumë dallohen sheja, dallohen. Tash nuk e di ta më Në këtë vend këtu e kanë bajtë, ha, trupin. Okej. Çanta është gjetë. Kujdes. Çanta është gjetë këtu? Fal. Strajca me ushqime. Çanta është gjetë aty nel. Strajca me ushqime, një sekondë. Është gjetë këtu sipër. Po. Trupi ka rënë nga ana tjetër, telefoni që pretendohet që i kanë rënë me shkelm ku. Mendoj Po që mirë, nëse strajca atje, trupi atje, telefoni diku tjetër, si lidhen këto me një ngjarje aksidentale? As vetë nuk e di si lidhen. Asgjë nuk mund t'i lidhë asonta. Mund ta ketë ndjek dikush dhe t'jetë postu nga rruga kryesore? Ato se di unë tamam. I kam qenë kërë plakun e fshatit do mora i ke shtëpia. Edhe i kam thënë, a pranon me mbabe me 12 burra në bazë zakonit, në kishë guktit që ti nuk më ke dorë në mashkullin që ma ke vrarë. Se nena ka dhe ki mashkull 14 vjeç atje. Edhe më ka thonë une pa i bejë, më ka ardhe më ka thonë kërë plakun. Në telefon, këto bisede në telefon. Kërë plakun më ka thonë, pa une nuk kom lypë me mbabe e ke prek me dorë t'i këzima venë. Sepse këtë dhoj bejë nuk ja pranoj kujun. Bejë se si me ma bon, ta përcaktojmë në aty. 1, 2, 3. Edhe ti e të dërurën, kjo se nuk ke hake hile në atë punë, me bon be bashkë me mosh kujtu, jo ti personalisht Spartaku, po. A sa të më caktune, 12. Një të më caktu vështë 20, se deri 24 kam drejt me lypun ati. Ku flasë unë, po më shmander po nga këna drejt me lypun deri 24. Edhe i ka thonë kërë plaku fjarë për fjarë.
Unë e bëj bjerë që nuk kom prek gja me dorë edhe për biseda tjera dhe nuk i kom bon polici dhe do t'i bëjnë polici. Si, ka thënë bëj beqe se kam prek vetë me dorë. Unë i bëj bjerë që nuk e kom prek me dorë, nuk kom hakasile se e kom prek me dorë. Bisedat tjera, për pyetje tjera në thej përgjigje vetëm polici, se unë në pyetje që kom lyt me bombe, kom lyt, a je kënë dy ortak për Mirelit? Më bëndeja je kënë, sepse më hodë dhe më kënë ortak për ti, a je kënë dy ortak për Mirelit? Se mas ne ti unë me stilu gjangës, a je kënë dy ortak për ti? Se përgjigja ka kënë, jo, nuk bëj bjerë, përveç se nuk kom prek gja me dorë, edhe ai kushërini Mirelit ma ka shqetsua familjen, do a thonë jati, e do t'a denoncojnë polici. Nuk e dhja ka po denoncimin ala, e prestë më vrasje me i ditë. Do të denoncojnë polici? Gjas pa mua. Po pse? Po se unë i pas kom pa shqetsua familjen se kom folë në media edhe se nuk i ka e mirë, ka menu se i merë ato bintaj. Na kena pas njërin dhe kun 14 vjeç, e ka fikë shpile vetë, i ka qitë njerëzit e vetë në rrugë të malë, deri ku shkon pa mshirë smëria e qendes njërzore, ka pruna këtë. Mas kësaj, ka gjithë një mik të përbashkët. Na dhe e këna mik 2 vjetër. 100 vjetër. Mik. Edhe ka ardhe i ka lyp, a mu në mu taku me i kushrin njëmaj, që i ka një shkallë ma afër njerëzit e Mirelit. Edhe më thotë kështë në bisedë në telefon, po e thash takoje, s'ka gjanë, po e meri edhe njerëzit tjerë, sepse nuk je vetër. Si telefonime ka takua, në një lokal aty të rruga Shkodër Koplik, të një lokal e një kushërin në Tembeles. Edhe e kom pyet, qa thotë, nuk një gjënë të arifat me bo, as një dhe bisede tjetër, përveç se nuk kom prek gja me dorë. Mirë po mu nuk kom prek gja me dorë, mu nuk kom duhe gja. Nuk kom i në punë. Nuk them unë ty se e ke prek ti me dorë. Tanë bota leta thonë se Gzim Prendaka e ka met me dorë dhe vetëm jo. Edhe kur thëmë vetë jo, pa ta garantoj që kanë me thëmë tonë qoka i që janë jo. I leme i blenë. Po mirë, pra ju e përjashtoni, ju e përjashtoni që Gzim Prendaka, që se po e thoni për herë të parë, ta ketë vrarë Mirelin vetë. Po ju, qa insistoni? Kush është insistimi juj? Qa kërkoni të zbardhni dhe të zbuloni nga Gzim Prendakaj? Jo me dorën e vetë, që të kuptohen atë drejt unë edhe ju. Jo Gzim Prendaka e ka vra me dorën e vetë. Pyetja që kom pasun, kujt ja shite Mirelin? Kej shite në prit për parën? Po mirë, pse duhet ta shiste Mirelin Gzim Prendakaj? Pse du ta shiste? Një ka kanë ortaku me te, kanë pas një aktivitet pa liqën bashkë, kanë pas me i marë diku ndoshta 500 kile boqa mas 2 javë. 500 kile me nda për gjys, nda nga 250 unë e ti. Ba me i marë Gzimi vetë, mësë me kënë njëni për e neshë, ndash unë, ndash të cili dunë nuk përena në mesin 500. Parcelat u azgjësua nga policia. A dikur ashtë azgjësua jo? Po. Ashtë azgjësua mësi që unë e kam dhënë informacionin të teritorit SKB-s dhe Veriut. Okay. Ja kam dhënë informacionin me tekst. Mirë pra, po, se kam një pikë pyetje të madhe, nëse është evidentuar nga helikopteri. Policët kanë shkuar në terren për ta azgjësuar, të mërkurën. Ndërkohë të njëjtën kur e ka konstatuar dhe Mirjana motra që Mireli ka vdekur, i ka takuar 4 policë të tjerë që mund mos jenë të njëjtët poshtë në hyrjet fshatit Kozhnje ose tek proj fshatit Kozhnje, atëre përse s'kan vajt ata të nesërmen ose atë ditë policia për të azjesu parcelat dhe përse janë vënë në lëvizje për azjesimin e parcelave vetëm kur ju thoni që i keni njoftu drejtorin e SKB-s Veriut? Është akik sepse mesazhi që është bën drejtori i SKB-s është me datë, me orë edhe me sekondë se kur i ka shku. Po? Unë jam i sigurt që drejtori i SKB-s e njoh si djalin e dajës temë. Bile ka në dajës e ri që nuk e njoh. Ai nuk e ka lënë për e cunë destinacion në gjanë, sepse e njoh personalisht atë njërë. Unë e ka e shput kontaktin dhe s'da shkallë dhe djetë që jam tu, për ajo parcel nuk është konstatuar për herë të parë ditën e martën.
Por sa herë në njës me shku të parcela kanë has një ditë rrugë smajta se djata, se nuk është e para se punit ajo. Edhe ajo ka metat jetë bima 3 metrë gjatë, në shpat aty, i ke pa në është atin që të din? Po, e kemi ke pa dhenin ti? Po. E ke pa dhenin sigurt, ajo jo helikoptere nuk i shpëtën. Po, a shkerkuj, kush nuk e ka ditë, se ju menoni se nuk e ka ditë, se i kumë se e të qash parcela tje? Po, për sa ko u asgjesu, nuk e dia e ka ditë as e ka ditë. Atë nuk e ka pyet njeri se forësat i ka organizuar drejtori e policisë me shku me asgjesume se ka pyet njeri mate. Ti me nëtë se e ka me për atë do ishte ka lëshitur sot ajo shteta. Po mirë. Përshemë në komisarati. E kanë ditë që trupe shkërtimit që del ditën e mërkur lartë. E ka ditë në një prejtju në sa është i parcela tje. Këtë duhet me pyet policin, ju e keni pyetje për policin këtë? Po për policin, e ka ditë në një. Në kjo se nuk mune me zëj përgjigje dhe të mpo. E keni saktë? E keni informacion saktë? 100% e kam saktë dhe dikush për e të 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 deklaroj dhe në përgjorinja tje. Edhe dhe dhe jemi tu, po jam njërë. E ka ditë, edhe ma shumë se një. E ka ditë dhe shtetin komisariati. Në mënyrë absolute, pse? Ashtë vjetë çdo informacion i vlefshëm për atë punë, sepse nuk kishin nejtë bimë të në kam, 1000 bimë në kam në bjeshtë e Koshtës. Nuk do të kishin nejtë ati. Nuk do kishin nejtë, thoni ju? Absolut jo. Në kjo se nuk e kanë pritat ashtarin me ju shku në dorë, në momentit që të merën bimë për edu. Merën boqa, se bimë do rrishin e të brakë. Kjo të ashtu del ty në kur të pyete njerëzit, të ashtu del. Ta është ju delë sepse njerëzit budzojnë e të kërëjnë, nuk kanë gajnë, nuk kanë fritë. Se njeri hanë bukë, për nuk e hanë njerin tjetër pëse e deklarua dhe të gjallë këtë pas me vampare të akiti. Se është deklarua, nuk është fantaziri fatit. Tjetra. Si ku, më falë, pare se shkim ke polici, si kam pas për t'i dhënë paret? Kur shitet malli. Po kujt kanë pas për t'i dhënë paret? Dere dhe shefi komisaratit. E thoni me përgjësi... E pa ditë inspektori këti me që mullën zonë se ka 30.000 në atje. A pyetja që i bëjnë ati inspektori tonë. Ati një aldo ka e mënaj. A e thu me përgjësi këtë, zoti Rifat? Me përgjësi para ligjit, para zotit, para kujt donë, e ka ditë. Arritëm aq sa mundemi për të kontrolluar vendin e ngjarjes, por ka shumë pikë pyetje dhe paqartësi. Një për faktin se ku ka qenë dhe me kë ka qenë Mirelja të ditë, apo jo? Mirja? Kush e ka hedh, pse ai ka deviju rrugën në një rrugë pa rrugë, këtu vetëm rrugë s'ka, dhe pjesa tjetër është ajo që ne nuk kuptojmë është ka rënë, është aksidentale, e ka vrarë dikush, ka qenë duke i ikur policisë, apo çfarë ka ndodhur konkretisht, Mirja? Ndërkohë lulet i lam këtu, apo jo? Unë e mendoj, ose e ka vrarë dikush dhe e ka hell, i ka ra mas koket, se shumë aksidentu vetëm mas koket, ose ka deviju rrugën se ka taku në policikun edhe ka desh largohet policisë për mos në kap edhe i ka shqit kama karën humnel. 2 mënyra ka nga ona jeme. Shumë e paqartë, se kjo s'lidhet fare as pak me shtegun që ata kanë djegë zakonisht. Lidhet, rreth 30 metra e kam... Dhe prapë është e paqartë se po të ketë qenë telefoni atje ku ishim në tek Humnera, nuk ishte val telefoni ka vetëm atje sipër. Atje sipër ka val telefoni. Nuk dëgjohet prej në Humner edhe në rrugë ku kanë hecë ata. Nuk ka shansë, si vlla jeme kalon telefonin gjithmonë në vibracion. Tani ne nuk dim, e kemi të paqartë, ke kjo Humnera apo tek tjetra është shtyr me këmbë nga gëzim për daga i telefoni. Po pyes për përgjegjësinë se do donim, interesi më i lartë është të zbardhim ngjarjen e Mirelit dhe po them, a jeni sigurt për gjithë këto se ju keni qenë oficer policie më përpara, apo jo? A jemi sigurt dhe se kanë ditë oficerët e policisë, si se di se janë i fatit vetë. Okej. Kush është interesi? Interesi është i ky. I ta oficerë që janë njësë me dalë ditën e mërkur lartë. Në zbatim të ati planit me shku me rahat bazë, jesimi si mas koordinate që mëllën, sa ke helikopterin.
Pse nuk e realizuar ditën e mërkurë asgjësimin e bimit narkotike? Qa dyshon në këtë moment? Se kanë takuar Mirelin në rrugë. E kanë taku në rrugë dhe Mireli qa mund të ketë ndodhë? Është vetëm një rrugë Spartak. Nuk ka tjetër, një që keqe sa është, një që sterë sa është. Këta duke da lart, ai duke ullë poshtë. E pa mujtë, kjo, aja njës të mazë që bindë. Po, unë e kam informacionin e sigurt, se kam sigurt që janë të folë me Spartakun balë për balë, që janë njës ditën e mërkurë me bazë e zinëve, nuk i kanë nëzjesu se novi qa novi. Të mërkurën. Po pra, tani ti pretendon se ata mund t'jenë për balë me njëri tjetrin dhe Mireli të ketë hik dhe të ketë tentu mu largu. Une bajnë këtë deduksion, këtë ideologjike. Kontakti ka kanë shumë i afërt. Për shkak të rrethit. Edhe një deklarim tia që kishe me pranu me vdek edhe më smerat dorë policisë ma, ko për para që ja ka thonë nënëzve, një tjetër që ajo që pësë unë e ka gjua në një për këtë në oficerve me gurë Mireli. Sepse ka goditin mrapa në krye Mireli. Ai që u ka tentu me ikë policisë dhe mund ba me mujtë me darit u për dritarit, me gjithësem ka të dytë, kishe me ikë policisë mos me rajë në dorë tëne, se një fraksion se kod dhe velos aty. Në kjo se kanë pas kontaktin shumë të afërt. Por, pyetja që kam une për 4 shkën që ka qenë për kontrol atje, a kanë hasin kontakt me Mirelin një, edhe a kanë ju me gurë, a me e tren, a me në lua, apo me e mëtë. Ta shë këthejnë përgjitjen atat 4 që kanë qenë atje, unë nuk dive këtu, por godite që ka pas koke, më lenë me të shkoj jo mu po gjithë kanë. Tjetra, si ka mundësi, Spartak, që kena i kufomën pyllë në gërmin edhe nuk është trajtu si vendjarje nga momenti i parë deri në fund. Nuk është trajtu si vendjarje, ka një protokoll për trajtimin e vendjarjeve, që njose nuk ka nërshua, unë e ka dhe djetë që e kam praktisat profesion, po ka një protokoll që përsakton në çdo gërmë se veprimi që duhet një oficer i policisë kur ke vendjarje. Aty më të amorë shatgeshen, është bo prokuror Gzim Preldaka, oficeri policisore Gzim Preldaka, patrull me erujt vendjarjen Gzim Preldaka, ekspert Gzim Preldaka. Pse? është i pari njëri që ka shku në shtatë e gjysë aty. Edhe djerë një 4 shtet ditën e ejte, në orën 9 e qerek. Edhe qa bojnë këta? Lëshojnë drogën nërë, me bojnë një operacion kërkim shpëtimi, gjasë nëse po gjenë kufomin, kufomin ka kene gjithë në shtatë e qerek, sa këta është ma me gjithë. Një kufom kena, nuk kena 2. Ashtë kene gjithë, ti me papyt gëzimin, gëzimin të po, këm kanë të kufoma. Por ta gëzimi ka njëftu ata polici kanë shkodit. Kush i njëftoj ata? Po mirë, pra gëzimi ka qenë vetëm të ejtë dhe gjarë. Hap telefonin e gëzimit, hapë dhe telefonin e këtën oficerët policisë në njënit pejtu, nëse nuk di cilin ka njëftu vetë, do dala qikë se gëzimi ka njëftu, se nuk si atë bethen ata nëne i qerek aty. Okej, Si atë bethen? po mirë, po nëse gëzimi pra ka qenë vetëm të ejtë, një të mërkurën, s'ka qenë me policinë të mërkurën. Si pas jush. Se vetë, nuk e këm pa, a ka kena s'ka kena. Mirë. A ka kena s'ka kena. Pra. Apo ju ka qune njëri i tjë dhe përdu me lezimi, jo mu se me du me ka Po kena. pra, Ajo që di une, po me njësa ka oficerat sot ti, nuk di me shko të parcela. Okej. Po zakonisht protokolli është kur nuk din me shku në parcela, marrin ose krye plagun ose fshatit ose një të fshatit që ditin në gjes lartë, apo jo? Unë nuk e di se po vija ty se ata marrin zakonisht krye plagun, zakonisht marrin në i bashkëpunëtor të në me i bje reshin edhe policë, nuk e di unë se qarë operacione shkanë krye ata. Ajo që pysh vetë është, ajo që pysh vetë policire e malësis madhe. Si ka mundësi që një kufom nuk është trajtu si vendgjari? Po sikur mos ta kenë konstatu që Mireli ka rënë humner. Pra, mund t'jenë duke e ndjek, Mireli ka rënë humner dhe nuk e kanë konstatu se ka rënë atë humner. Është absurde. Okej. Është absurde. Ata kanë mujtë me konstatu, si që kanë konstatu ditën e ejtë në e qerek.
Ka njët me konstatu që është ditën e mërkur, që është në 8 a 9 kur ka rëmë ngërmim pse, kanë ata instrumentat. Nuk lidhen instrumentat vetëm. Leqi, që është ashtë puna. Ajo që pys vetë është, a i ka kalzua, a i ka të regua Mireli policis apo policia Mirelit. Gzimi. A gzimi policis apo policia gzimi. Apo kanë gënë bashkë e kanë konstatu njësaj të dyja. Se me shku drejtet e kufoma në 7 saati, nuk është e letë, ti e ke bandë rrugë vetë, jo i herë, po ma shumë. Nuk është e letë, besoj letë. E dyta, kur ka nërë nëni qere kjo 4-shja, me atë foristratën e barë dhe ka takut motrën e Mirelit aty. E kanë takut motrën me folë në te, për takojnë gzimin. Si takojnë gzimin? Fjallë dhe gzimit, deklarimi gzimit në komisariat, ishte komunikata e policisë të Malëzisë Madhe. Ajo që deklaron ortaku, partneri, një veprimtarit kune ligjshme, bëhet komunikata e policisë. Edhe rrin, gjatë ajo në fuqin, nuk përgjenjështrohet për jashtë kërkuj, nuk shtohet në i diçka tjetër se u konstatu diçka, por rrin ajo deklarata e gzimit atje. Si ka mundësi që vinë 4 oficer nga këta, 2 janë oficer policisë kriminale, njën është vetë personalisht shefi i krimet, njën është inspektori i krimet që mullon zonën, edhe 2 policë kanë gënë patrullë që vinë me foristrat ditën e ejte. Si ka mundësi që nuk marrin munimin me shku dhe vendjarja, me konstatu sepse do të tretën provat. Unë e pyes, ky personi këtë civili që ka kënë me mirën të nejtë, çfarë mjemrit ka kë? A këtë gandrasisht mos ka mjemrin e kërë përgore të rëthit? Se vetëm i sigur që ka mjemrin e tia. Mirë po, në vukën, është zero mundësia me kënë 2 fise me të njëjtin mjemë. Është një. Sa lërë ka vetë, këtë personi enigmatik që ka nej me mirën gjatë kohë që ka shku këtë qunë i vogël me gzimin të kufonë. Personi tretë, që është në gjithë bashkë me mirën lartë. Këtë personi i tretë, sepse shoferi është të i poshtë. Ka ikë punë vetë, ka morë makinën e vetë, i ka qua të dhe ka ikaj. Aty atër ka nej një person me mirën, këtë mbjemrin e ka të kërë përgojët rrethit. Sa për e ka, kërë përgojën vetë nuk jam i sigurt. Sa bes. Nuk ka asë një oficer policisë gjysore, asë në komisariat, asë në përgori, që heton me transparencë dhe me pasërti, kur kena me hetu i mirë, që mdel një një kërë përgojët rrethit. Policia ka referuar si ngjarje aksidentale, nisur nga rrethanat paraprake. Është prokuroria që ka nis hetimet për ngjarjen. Pra nëse s'donte kryeprokurori rrethit për ta hetu, pse duhet niste hetimet? Pse duhet ta çelte si procedim rreth 3 javë mbas ngjarjes? Pra nëse për policin kjo është një ngjarje aksidentale dhe s'ka vepër penale, përse prokuroria që s'do ta hetoj ka nis hetim për këtë ngjarje? Unë nuk e di nëse atje ka kënë në i moment në i prokuror, unë e thëmë jo, prokuror atje ban gzimi. Unë nuk e di përveç se rastin e parë që kanë kënë në forcat e rënejas, që kanë zirë kuformen nga Gërmina, kanë zirë në kodër, kanë paketu dhe zirë në kodër për ta marrë helikopteri, di ka kënë një ekspert, ati dhe në ti ekspertit unë, ka kënë edhe oficeri policisë gjysore Aldre që ka marrë 4 shënima. Nuk ka kënë të vendjarjat ku ka kënë kufoma në mënyrë absolute. Asë një oficeri policisë gjysore nga dita e mërkurë në gjesë që ka ra, deri ditën e premte që është marrë mullë poshtë përveç se 4 mas dite, ditën e ejte, 4 mas dite, deri në ndarës që kanë kënë të forcët e Tiranës. Pra, gzimi ka shkua të vendjarja. Unë nuk e dia ka kënë një hera ma shumë, për hera në sigur se ka të këtëruar me vojnë e tërsi. Nërsa, këtë personi enigmatik që ka qenë në të motrën e Mirelit, a ka kënë të kufoma me Prishna i provë kë? Se edhe kë ka interes me Prishna i diçkati. E ka interes sepse ka një aktivitet me gzimin bashka. Se mos gzimi ka nejme me mirën, edhe kë në anë tjetër ka shku ka dalë të kufoma, se të kufoma tile, të ku ka dalë i fmi 15 vjeç. Mundet me dalë dalaj i buklit. Pra ka pas interes të unë ju keni dyshimi se ka pas dhe interes dhe ai person për të fshirë provat për të fshehur vendngjarjen?
Kur ka pas interes ortaku i tij, që shkon e i thot nënës do të kujdesëm që për nënën teme shkon e i tret telefonin, me siguri ka pas interes edhe ai se bashkan kanë. Një oponencë, a mund t'i shkojmë logjikës që Gzim Preldagaj, siç thoni ju, nuk dhe siç ju ka deklaruar, nuk është i përfshirë në vrasje me dorën e tij, por mund ta ketë hedhur telefonin humner nga frika se mos i zbulohej aktiviteti kriminal i kultivimit kanabis sativa, jo nga frika e zbulimit të ndonjë aktiviteti që lidhet me vdekjen e Mirelit. A mund t'jetë kjo arsye? Si ne ta morish të në letër të bardhë, ashtu të duket, po për mua, Gzimi nuk ka frikë aktivitetin e kundërligjshëm të vetin, se s'po e them kriminal, po i kundërligjshëm të bimëve drogës. Sepse tonë ata njerëz që e ushtrojnë atë aktivitet, e marrin rrezikun sën. Po fitova i mora i kuta në letë, po s'fitova, dhe shkoj bajt burgun dhe që t'ullem me bikeshvija. Po qa ka frikë? Problemi është se Gzimi ka frikë. Këta tjerë që kanë mu dorën Mirelin, Gzimi nuk ka frikë burgun se përshkon e hanë groshë mërqëmër. Nuk e beston kush për këtë. Nuk e beston kush. Gzimi ka frikë njerëzit që ka ba paktin me ta. Paktin, cilin pakt? Ashtë zero mundësia Spartak Koka me vunë shefi i krimet Gzim Preldagën 4 orë për para vetës edhe mos me kuptu si Gzim nga ka rrenë. Nuk mundet me nolli kjo. Nuk mundet me nolli. Kjo se kjo oficer, kjo shefi i krimet nuk është marrë rrugë nolle edhe me ullën në karrige. Kjo se është oficer që ka ba shkollën, Gzimi nuk e rrenë do të të. Zero mundësi ka me rrenë. Se një deklarim që ka bon Gzimi dikun të një Spartak tjetër, i thot, pse mi bjen telefonit, fshi mesazhet e mija, mësë mërë ma në telefon. A kuptën? Pse? Se ka frikë, se kam nejtë 5 orë tjenë polici. Të rishë para shefit krime 5 orë tjenë dhe ti po e fshe rrenën, zero mundësi ka. Unë e përve dhe nuk e përve. Unë nuk e njo shefit e krimet, po në kjo së është oficer, nuk e rrenë të Gzimi. Po mirë, ka frikë policin, ka frikë ata që do shkonin lartë, kë ka frikë? Se cilin ka frikë? A ka frikë policin që jo thyë Mirelin dorë? Ashtë deduksion, nuk e kam sigur. Apo ka frikë dik tjetër që i ka dalë për para Mirelit? Vetë këtë nuk e di se cila anash. Por Gzim Preldaga nuk ka frikë se i duhet me shku me ba 6 muaj burgën e reqë, marësis male, se ka milë ato të binë drogën. Por nuk e ka frikë që marë, ka shku plakat e ka dhuni dhe kanë ba burgën e kanë akëpi. Do problemi me dhanë rrugë vrasës njëri. Nuk ka problemi drogës marë. Nuk është marrë dhe as na i dami malë për burgë. Qa kërkoni sot, zoti Rifat? Ajo që kërkoj sot vetë është me e lanë krejta. E mos më marë, ma të punë më asfak. Pse? E kanë sjellë në rrena nga aja, nga dita e parë që kanë në njëftimin, e deri në fund. Nuk ka si vlerë më aja punë. Këtë nuk merët edhe Gzimi më shku më vunë në përvori dhe me thonë, thjeli ti tash njerëzit dhe merët deklarimit, a marë me thonë kujma, tërë me thonë kujma. Ashtë e pa pranueshme për mendin e kujt duesh, edhe ti njerëz se jam mërzit me edhe njerëzve me hallet tona, se njerëzit kanë hallet e veta, jo të mijat e qoka i vetë. Ashtë absurde, jo që Gzimi, nuk jo që Gzimi se ajde se po të arrujnë parcelë, mos me folë, se Gzimi ti gjithë shka din, nga aja dërë të zhërëja. Si pas kanë kënë rastësit gjitha këto, edhe Gzimi njoftimin policisë se ka dalë i shok i jemi me gjua, une nuk mujta me shku se s'pata armë, si ke ka rastësit se vinë 4 oficer me polistratë aty, dveshën e të mathun edhe hapim dronin si kur po, bëjmë operacionin mi Vezeluel, ma është marrë me një kushmërë purat edhe këto, për nuk janë mërë kushmërë. Një vajzë ka kënë të një qyshe miret e motra, edhe ka dalë 7 e gjysë, e ka marrë njoftimin për Gzimit, edhe ka marrë atë Gzimin me zori, një farë mënërët, pa të mëson shikaj. E a i ka bojnë një rrugë e 2 punë, edhe ka lënë të nashën miret se i ka qetë vladë, edhe ka futi shqenë telefonit e ka drejtë, ose ka helë, mos pas edhe ku fomën në kremin vetaj me dorën e vetë. Sepse unë e kam një informacion tjetër që anë e buks, po nuk e kam konfirmu në 100%, që anë e buks, me karikuse e telefonit kanë kanë rrugë.
Me lidhë edhe me këtë tjetën që ka thënë Gëzimi, telefoni që në rrugë. Këto nuk janë të viktima, sepse viktima nuk në rrugë. Viktima është një vend që ti nuk e gjënë zhjitën e telefonit. Zhjitën e telefonit Mirelit nuk o kenë kumone e kishë zvukti, por zhjitën e telefonit që nuk e njën 10 metra më burë. Ashtë zera mundësia, pa ne të mune që nuk ka vlerë ma, sepse dhe për këtë rrenë. Masej, po djeri sej momenti që s'ma në du që ta në të vërtetë dhe du t'je ku që ka me gjallit ju që në duhet, arrim pun do të shvjerën. Po versioni më i besueshëm për ju deri tani me gjithë këto të dhëna që i keni grumbulluar, kush është? Çdo drejtim që i marrin, jo vetëm vetë, po gjithë cili prej tyre, edhe ata që janë më të urtë në çoka, se vetëm mbaj marrin ata. Gjithë cili që thot, i del Gëzimi përpara, i del Gëzimi ortak, i del Gëzimi se ka folë martën, i del Gëzimi se ka folë mërkurën, i del Gëzimi se ka shku me të motrën atje, i del Gëzimi se i ka njoftu ai policë, i del Gëzimi se i ka rashqen telefonit, i del Gëzimi se vjen në rrejnë ke shpia, do të kujdesin për ty, e tash, a do mu kujdes për nonin, hajde në që mund të telefoni, edhe më shqokuri mashku, për miren, vetëm miren, që kasë tine mirë nuk ka tjetë, e vetëm miren, marri telefonit ja qojnë në Spirelit dhe tyre, i kjo është telefonit që ka pas djaljet. A me e banë Gëzimi ishën? Ka ju gropa aty thudi? Shife, ku është droni që sedi? Pa shkëm atje, më lartë. Po mos është më poshtë. Mos ka qenë nga jo shpela atje. Ha? Kujdes. Edhe një shpellë është atje. Shikoje? Mos e kam pas vënd strehimi apo s'ka lidhje fare? Lulet, ku do t'i vendosësh? Do i vendosësh këmë të kjo mos të i vendosësh. Po, të cila pim? Do i vendosësh të dikon që nuk mundullë më në posta, shumë e rëzikme. Mu e alla të një. Apo do t'i lësh diku? I vendosësh se në ne që dalë në kujtën atjerë. Okej, mund t'i vendosësh këtu? Ose atje ke pema... Rui me rui. Po, t'i vendosësh atje lartë? Dallohen të jetë. Apo t'i vendosim atje sipër? Të vendosit të në të sipër, që dallohen ku është dhe një ngjarjes. Okej, paka shumë. Po pse ju dyshoni që ja kanë nxjerr Gëzimi policin Mirelit para? As kërkush tjetër nuk e ka ditë se ulet poshtë përveç Gëzimin në Shqipni, vetëm Gëzimi. E dashur e ka ditë në 6 sa në 6, por s'qanë edhe sot i ka rapika nuk ka me veç 20 kile e dashur në ati. Ty i ka për gjithë ditë e ka për dashur në vetë, nuk e ka sita jo ati. Por Gëzimi që shka në tëre telefonit a mund ka qenë se për kush tjetër? A mund tjetë rastësi? Jo. Jo. Pse? Jo, nuk mundet me kanë rasti e cakturi e kryetari shtatjas zgjutarëve të Kozhjes Thellë, nuk mundet me kanë rasti e lanë viktimen vetëm 4 orë
me oficerët e kryet, vetëm 4 orë. Ka nejtë mërkurën dalë ditën, mërkurën dalë, tejten a martë prenden mas dite, bërëndën drek, voma, vetëm 4 orë ka pas oficerët e kryet. Pra, kjo dhe ngjarje, a marrën shqel ma qysh momentin e parë me gëzimin. Ti ku len me vund dorën të ti, s'ke dhe ngjarje ma. Gëzimi ka vund dorë se e ka pa njëriu. E ka pa njëriu që ka kënë me te. Por unë e pys, a ka vund dorën dhe ti kur tjetër me i prisë provat mu duk si aksidentale aja? A ka vund dorën dhe ti kur tjetër? Për një shko sa ti nuk e ke siguru venin e ngjarjes më zëtë një oficeri. Për një shko sa nuk e ke siguru që të mos preket. Del që të binë përgërori, oficerët e policisë gjyqësore, ti nuk ketë drejt, kur gjatë tjetër vesh me siguru venin e ngjarjes. Si ka mundësi që vesh e këshën ndrodin dhe për saktonjati, ashtë kënej kufom, këtë kufomin e ka pa qitë gëzimin. Unë nuk kemi sigur të e ka qitë gëzim, apo e ka kalzu policia, cila shto që ti ka kalzu. Mos pa që kënë bashkë. Mos pa që kënë bashkë. Ose dike nuk ka lanë me vete. Pra janë 100 pyetje që gëzimi duhet me i thanë rifat, me i këtë përgjigja, është i kështu e vërdeta më djali mirë. është i kështu e vërdeta. Jo më për nëns Mireli, se më më të dorë përgjigja. Zotë Rifat, vetëm, a mund të largohesh pak që të shohim... Okej. Si e keni lënë me familjen e Gzim Preldagaj? Pra, familja Çokaj dhe familja Preldagaj për sqarimin e kësaj gjëje që mos të ketë konflikte mes jush. Unë e kam vetat kushtërimin që ka marrë kontakt me ta që ka shko bashkë me pjatin dhe këtë njëcin, sjela, sepse a i ka thonë, ti madin, se i ka shta po thu. Nuk ka akuzu kërkurse e ke mëtë ti me duhet thua. Si do të ndash me deklarim, me në tërba jo bëjnë njërë ke njësë për Shqipnive, nuk e ka mëtë Gzimin me dhërën e vetë. Pyetja që kanë vetë është, ke i ka qitë për parë. Pyetja tjetër që kanë vetë, a e din vërtetën që ka do me Mirelin të Gzim Preldagaj? Ba me pyet mu dhe njerëzit si mu në Çokaj po. A jo që a vjen mrapan të ashtë që intereson së pajtaku, vetë këtë nuk e di. Vetë këtë nuk e di. Vetë këtë nuk e di, sepse e spajt unë jam hertë, ata njerëzit që janë atje, ata nuk jam leo pra atë punë që e kam sigur vetë. Presin ata që po banë Gzimin me rëpë vetë, me njerëzit e vetë. Një kontakt jo zyrtar me policin thonë që në për ne ngjarja është aksidentale dhe gjithë të zallamahi dhe këtë rrëmuj po e bën Rifat Çokaj sepse ngjarja për policinë është e sqaruar. Dhe nuk tani interesi juaj personal është zbardhja e ngjarjes. Si ju duket ky lloj opinioni? Pra që policia thotë ore për ne është e zbardhur, po një ish oficer që jeton në Amerikë po bën të zgjuari me bë rrëmuje, me bë mjergull. Si ju duket ky? Jo. Unë e deklarove që vetë ma bullallaj me Çokaj. Po, unë policia ka zbardh se është aksidentare ka kënë për zhuti. Pyte për policit, policin e njëkëm që të drejtu ju, që ka kënë për zhuti për njërë. Pyte tjetër për këtë policin e njëkëm, është ortaku i Mirelit Gzimi. Pyetja tjetër për këtë policin e njëkëm, është Gzimi ai që ka shku ka 3 telefonin, edhe ka mund dorë të kufoma. Pyetja tjetër për këtë policin, aja ka pas për detyrë që policia jemi e mirë e komplikut që është mes jurë se vetë që jam në Amerikë, me siguru venin e ngjarjes. A mundet të thonë e policia që përveç kohës që ka nejtë, forcat që kanë zirë kufomen në kodër, që ti ke shqel vetë kodër ati me kam, asë edhe një moment nuk ka pas oficer muaj afër vendit të ngjarjes. Se në çfarë mënyrë policia e konsideron vogarinë e mëllur me Mirelin, a çështje e saj. Unë e di që janë rrejt në aret e të shkëra. Këtë e di sigur, edhe e di gjithkush që janë rrejt. E dyta, a kanë mundor ata, këtë e metët përvëris me gjithë, jo Rifati. Do vazhdoni të insistoni si familje për të zbardhjen e të vërtetës me çdo kusht? Nuk kena asnjë mekanizmi të ndorë me punë ligj dhe përvërisë që është ata që përvëri. Për policinë që ose ata i kanë hije ndërtuar letrat, se unë kam folë me atë inspektorin e krimit mazis të
e kelmerit, e i aldo atë ditë në telefonu. Edhe sa i këmbo një pyetje i këmbo, a ka pas monitorim nga ajri në atë hapësirë, jo më tha. Sa këmbo në pyetje, në ka pyetje të bëjt me pyetje, këmë kanë të istaj në shusim të dyja, surat për surat. Më tha po më thrasin të përgaria, më falë të ta po njëna ma vonë, më ka fut blok mua se ka mëjt me e përgjit mamene. Po mirë, qa thirrje keni ju për prokurorin që po heton ngjarjen? Qëre s'ka tak. Në kjo se në vetë mua shpirtin dhe e lanë kërit. Si mas me rrejnë kishë mas me të shumë fjallë. Pse? Sa duesh më në thirë e tjera vetë, ata kanë përbën punën e vetë. Zero. Pse? Jo ashtu vazhdo me. Po si kur ta zbardhin? Jo ashtu vazhdo me. E a e zbardhin, a nuk e zbardhin, nuk flasë do të me në familje, sepse nuk jam nona e Mirelit dhe, as baba e Mirelit, nuk jam i kushërin. Për mua të lanë kur donë mos mere nona atë punë. Nona e Mirelit lyp drejtësi, sepse a grua e ka pik me i shpirtit, e ka arrit me gazetë zhotit, bambe e ju leferu, ju lyp drejtësia. Në shta për mua drejtësia morë, nuk kanë për të allonë në i dita. Se i bje me hetu vetën e vetë, i bje me hetu njerëzit e vetë, dhe nuk kanë për të allonë. Ashtë shumë e thjeshtë, bisedë. Ashtë shumë e thjeshtë. Nuk e kanë për të tyrë me më thonë mua që qëre e një fatë, i kjo ish oficeri që është në Amerika dhe ka ko bodi ka të pro koha në Amerika ti. Këtu, në kjo se ka të edhen që nuk të prën koha, a këtu, ku jam dhe. Këtu nuk të prën koha, as me tjetë, jo mu marë me punë kotit. Por, nëra si e kanë drejtua, a ka në i njerit, nuk e di sa efektiv ka komisarat i marxismale, që e vërtetën në hetim që ka në i njeri përveç 4 orë, forçat e neja alë dhe eksperti i drejtërisë, po s'ka nej kurse ku vomë më zdi kush gjatë, e kishin hamër sendë mëre, nuk ka pas, për policinë e Koptikut nuk ka pas vendngjarje, për policinë e Koptikut ka pas një show, e shumë me dronin edhe i gjithë me që ku kena ku vomin aty, dhe i kanë bota ato foto, edhe i mandose, e përpëtsu dhe i tabel fotografike, 3 foto se 4 foto që ka pa eksperti, edhe të nëmësin nga. Ka qullë e kove në të po për e tje ka, e ka shkel të rejnin eksperti, a ka jolla gjatë këtë dikun? A shqit kënjeri aty apo ka rëshqit? A ka lënë rrug dikun këtë ka rëshqit? Sepse ka marrë, ka thyë 3 brinja, sa ka thyve. Ka këtë kokën mrapana, ka në jollë dikun, në i shendë kënjeri. Në pa shku kush? Ja, i duke e ribati. Qa të rëshqit ribati? Harreja pundi. A do të lypish ribat mo? Gjdo media që ka në rubrikë në Shqipënisë vetë nuk do sos tu e kërkua. Por e garantoj edhe policinë e Koptikut e gjithësitit për e tyne dhe Spartakun bashkë me ta, që e presim dënimin i ditëna. Por ma kopje dënimit do të kërkojmë deri pikë të fundit. Deri në fund. Nuk ka, ashtë i dhe e shqyret nuk mban mu më këtë mrapan ose me step ose me nejt, ndash tjetë kohën, ndash mëzit, do të gjej kohën me e kërkua. Në gjitha shkallë dhe gjyqësori Shqipi, por edhe jashtë, veç në kjo se këm dek vetë. Shikoj së të emisionit Uniko, jemi në pjesa e poshme e kësaj pumnere, dhe shikoni se sa e vështirë dhe pa mundur është për depërtuar. Shikoni. Ndërkohë nga ana tjetër janë dash alpinist, njerëz përgatitur profesionist për ta nxjerrë trupi nga pjesa ku ishim me Mirjan deri në një farë vendi, se pastaj është dash ditën e nesërme mbritja e helikopterit për ta zbritur, sepse terreni e pamundson tërësisht zbritjen në rrugë normale. Dhe shikoni se sa e vështirë është.